Më le të dyshoj që Belinda mund të ketë firmosur thjesht jo vetëm akuzën, por mund të ketë firmosur edhe një bashkëpunim me vetë Spakun. Pra Belinda mund të jetë bërë, tashmë mund të jetë bërë edhe bashkëpunëtore e drejtësisë, duke qenë se ka të gjithë materialet që Rama e fundos. Ajo është e qartë sepse Rama ka luajtur atë lojën që firmos Zëvendësia, pra firmos Belinda, dhe në çdo rast Rama kërkonte që ti ishte i larë nga kjo. Prandaj dhe ai thoshte që unë firmos fap, nuk mbaj përgjegjësi për personat, drejtësia bëj punën e vet, duke qenë i bindur që ky nuk ka, domethënë, nuk ka absolutisht asnjë lloj firme. Thash, e këshilluar edhe nga avokatët e vet, gjykoj se do të ketë firmosur një bashkëpunim me Spakun. Kjo të lën të dyshosh edhe për vetë faktin, sepse vetë Spaku nuk po merr ndonjë mas sigurie për Belindën. Belinda është e lirë, Belinda bredh, ikën jashtë, kthehet, vjen, duke treguar një kashillik Ramës.